të një banke në mes të ditës në kryeqytet, pikërisht në zonën e njohur si pallatet e Deliorgjit në rrugën e Kavajës. Janë këto pamje që vinë në këto çaste nga tentativa e grabitjes së kësaj banke, ndërkohë që është qelluar në ajër me armëzjarre, duke qenë që janë edhe forcat e policisë. Është arrestuar një person, bëhet me dije se është identifikuar si shtetasi Bardhyl Fusha. Është arrestuar menjëherë nga policia, ndërkohë që grupi hetimor dhe policia tashmë ndodhen në vendin e ngjarjes. Është bërë e mundur edhe arrestimi i personit në fjalë. Do të shohim se çfarë do të na raportojnë kolegët tanë në terren. Kolegu Fatjon Gjina gjithashtu është atje së bashku me grupin e xhirimit dhe do të na përcjellin kështu edhe zhvillimet më të fundit, dhe nëse është arritur apo jo grabitja, ndonë se autori, një prej personave të paktën, është arrestuar, nuk dihet se sa kanë qenë të përfshirë në këtë tentativë për grabitje. Fatjon, përshëndes. Bëhet fjalë për një ngjarje të ndodhur në kompleksin e banimit të njohur me emrin Deliorgji në kryeqytet, pranë rrugës së Kavajës, ku vetëm pak minuta më parë, rreth 20 minuta më parë, një shtetas identifikuar si Bardhyl Fusha ka tentuar të grabisë një bankë të nivelit të dytë, ku ka qelluar të paktën një herë në ajër. Nuk dihet dinamika konkrete e kësaj ngjarje. Policia po kthyer pamjet e sigurisë nëse ka qelluar në momentin kur ka mbërritur policia apo në momentin kur ka bërë tentativën e grabitjes së bankës, por është arritur të vendoset në pranga dhe të arrestohet. Policia po kryen verifikime nëse ka patur bashkëpunëtor në këtë tentativë të grabitjes. I arrestuar është i moshës rreth 15 vjeç, ndërkohë që gjithë skema është filmuar edhe nga kamerat e sigurisë. Të shtonat me armë nga ana e tij ka ngjallur panik në zonë, ku është një nga zonat më të frekuentuar dhe bëhet fjalë një orar në kulmin e lëvizjeve të qytetarëve. Aktualisht jemi duke mbërritur edhe në vendin e ngjarjes, e cila është rrethuar nga një perimetër sigurie, ndërkohë që efektivët e policisë kanë bërë të mundur arrestimin në kushtet e flagrancës të autorit të kësaj ngjarje. Mbetet për të verifikuar se cila ka qenë edhe dinamika e saj, nëse ka patur kërcënim në drejtim të punonjësve të bankës të filialit të dytë, të nivelit të dytë ndjes. Sapo kemi mbërritur në fakt edhe pranë vendit të ngjarjes, është vendosur një korton një gjërë sigurie, ka prezencë të shtuar të efektiveve të policisë. Nga ana tjetër raportohet që nuk dihet nëse me punonjësit e sigurisë apo me vetë punonjësit e bankës ka patur edhe konfrontim fizik mes autorit të kësaj ngjarje dhe Fatjon, po më thua që ka qenë vetëm një person apo jo? Paktën deri tani raportohet vetëm për një person, i cili është vendosur edhe në pranga, verifikohet nëse ka pasur bashkëpunëtor në këtë ngjarje. E qartë. Mirë Fatjon, unë do të lë kohë që të mbërrish në vendin e ngjarjes së bashku me operatorin dhe të kemi ndoshta edhe komunikim të drejtë për drejtë nga atje. Tjetër. Atëherë, jemi me pamje të drejtë për drejta nga banka ku supozohet të kryhej një grabitje. Fatmirësisht nuk është realizuar me sukses. Autori tashmë është arrestuar, bëhet fjalë pikërisht për personin e identifikuar si Bardhyl Fusha. Banorët patjetër janë terrorizuar, kemi të bëjmë me një zonë e cila është shumë e frekuentuar, ndërkohë që bëhet me dije se autori ka qenë i pajisur me një kalashnikov në dorë, mosohet të ketë qelluar një herë në ajër, por është neutralizuar me njërë nga efektivët të cilët më pas e kanë arrestuar. Ndërkohë që nga ana tjetër besohet dhe dyshohet se autori Bardhyl Fusha nuk ka arritur të marrë para, blut ka ndërhyrë me njerë duke i nxjerrë armën e shërbimit dhe duke bërë të mundur arrestimin e tij në vendin e ngjarjes. Një ngjarje ndodhur pikërisht në zonën e Deliorgjit, në rrugën e Kavajës, një prej zonave më të populluara në mes të ditës. Pranorët e paradites është bërë me dije se ka ardhur një informacion, një telefonat në polici ku me njerë është dhënë edhe indicia për këtë ngjarje. Policia ka ndërhyrë dhe ka neutralizuar autorin Bardhyl Fusha. Fatmirësisht nuk kemi persona të lënduar nga kjo ngjarje dhe paraprakisht dim që autori ka vepruar i vetëm në këtë rast. Pra,
Janë këto pamje që jemi duke përcjellë në këto çaste, drejt për së drejti, ku tashmë janë forca të shumta të policisë, duke qartë edhe Kallashnikovi i përdorur nga autori Bardhyl Fusha, ndërkohë që mbët me dije se ai ka qelluar me armëzjarrin në ajër, tip Kalashnikov, ndërkohë që fatmirësisht nuk ka persona të lënduar, një ngjarje e cila mund të kishte përfunduar në plagosje apo edhe më rënd. Tashmë kemi edhe informacione paraprak të shpërndarë nga policia e Tiranës, ku bëhet me dije se rreth orës 11:15 në rrugën e Kavajës, shtetasim iniciali BF, rreth 58 vjeç, dyshohet se ka hyrë në ambientet e një banke me qëllim vjedhjen e saj, duke qelluar me armëzjarri në dysheme. Nga të shtonat nuk ka shtetas të dëmtuar, shërbimet e policisë kanë ndërhyrë menjëherë pas marrjes së njoftimit dhe kanë bërë të mundur kapjen e autorit të dyshuar në tentativë për t'u larguar nga vendi i ngjarjes. Autori i dyshuar është shoqëruar në komisariat, gjithashtu është sekuestruar arma e zjarrit, ndërsa në përfundim të veprimeve hetimore do t'i hepet një informacion më i plot për rastin. Ky është informacioni paraprak i shpërndarë nga policia e shtetit, bëhet fjalë pikërisht për një bank në rrugën kryesore të Deli Orgjit, e njohur ndryshe edhe si rruga e Kavajës, pra fillimi rrugës së Kavajës, një zonë e mbi populluar ku autori Bardhyl Fusha me Kalashnikov është futur në ambientet e kësaj banke, ka qelluar në dysheme, dyshoj që ka qelluar edhe në ajër, por për shumë do të kem kolegun Fatjon Gjina sa po të sistemohet dhe të jetë gati për një komunikim të drejt për drejt së bashku me operatorin nga vendi i ngjarjes dhe fatmirësisht nuk ka persona të lënduar, kanë qenë menjëherë shërbimet e policisë të cilët pasi kanë marrë njoftimin, kanë ndërhyrë dhe kanë neutralizuar me sukses autorin e kësaj ngjarje, Bardhyl Fushën, 58 vjeç, i cili fatmirësisht nuk ka plagosur dhe nuk ka kryer dëme të shumta dhe nuk ka persona të lënduar në këtë rast. 58 vjeçari është shoqëruar në ambientet e komisariatit nga forcat e policisë, ndërsa në pamje kemi ndjekur edhe pamjet pra nga vendi i ngjarjes, konkretisht edhe Kalashnikovin e përdorur nga 58 vjeçari, i cili në fakt ditën e sotme ka terrorizuar zonën e Deli Orgjit dhe rrugën e Kavajës. Një ngjarje e cila mund të kishte përfunduar në tragjedi, duke qenë se